premtim ke për të dhënë? Premtem? Para se të hysh dhe të njoftohesh me banorët e tjerë që të presin brenda ambienteve të shtëpisë? Apo thu një premtem? Një premtim para se të hysh. S'po di, nashta... Okej, le ta bëjmë kështu. Le ta bëjmë kështu. Kushtrim, cili do ishte një karakter i një personi që ti me njëherë do ta refuzoje dhe do ta largoje aty brenda dhe çfarë cilësish duhet të ketë dikush që ti ta afrohesh me ta? Se di, unë jam shumë njeri sociali, shoqënueshëm, edhe nuk e kam problem, domethënë me najt me njerëz, kështu që besoj që gjatë lojës tam kanë mu po lejtor të rosë si kur gjethet në vjesht. Kise bërë edhe një deklarat kushtim që ti do të fitosh. E vërtet. Je i sigurt për këta? Urna? Je i sigurt? Baja ge i sigurt. Shumë mirë atëre, shko fito. Të ftojmë të futesh në për ambientet e shtëpisë duke të uruar shumë suksese. Faleminderit. Pa përmën të kamoj. Shëndetje. Aje, për report, që i mund, e gjallë, që mirë te? Mirë. Ko je? Grande, qyshe, qyshe kam, aje mirë, që i pun? Mirë, qa bone te? Qyshe, aje mirë, qa bone, aje mirë, qyshe, aje mirë, qyshe. Mirë, qyshe, qa bone, aje mirë, qa bone. Përshëndetje, aje mirë. Ma keni lona i ven. Shala veç mirë. Jo, të ndruaj e shala bashkë me ty. Ku je mërë njere? Atëherë, nëse më dëgjon kushtrimi, kushtrim? Po. Sepse shumë shkurt se dua të kaloj tek banori radhës, dua t'jap komplimente për veshjen. Faleminderit shumë. Se e pash bëje xhiro me to, usile, krejt, kështu që e meriton një kompliment. Faleminderit shumë e kom bo një lojt pramteve gjithë shtyna me ty cili po veshë ma mirë. Apo? Okej. Publiku e jep vendimin në fund. Sepse ti nuk mundesh me më pa çdo javë. E di, po s'ka lidhje. Okej, në rregull. Themi pas pak. Derisa jashtë po bie shi shumë